Në shtëpi, familje. Na ka ikur njeri, të gjithë të ikin. Të gjithë do i duhet dhe një për shtëpi. Po tani më shpjego pak se pse gjithmonë fëmia i fundit duhet të rri me prindrin. Si shpjegon që ne shqiptarët e kemi këtë çuni i fundit të rrimet të shtëpisë? Çuni i fundit të rrimet të shtëpisë sepse i madhi martohet më shpejt, do krijoj familjen më shpejt, shkëputet më shpejt, i vogël është më i vogël, do martohet më vonë, vjen gjithmonë. Edhe ngec, është me të ngecur. Po me të ngecur. Si e? A je lodhur? Si jemi? E këputa këtë mullagën të bacja për ty. Shumë faleminderit shumë. Me qenë se lozarati mbahet për mullagën. Me çfarë po merresh? Çfarë do e mbjellësh këtë? Njoma. Qep të njoma? Ja, do marrim atë.